një projekt kaq i madh, që jo vetëm do zhvilloj Zvërnecin, jo vetëm do zhvilloj Sazanin, po do zhvilloj dhe Karaburunin. Po pse Karaburunin çfarë lidhje ka? Karaburuni është një perë. Jo, perë, po si është natyrë e vjegjër. Dhe ka qenë pyll dikur, ë? Se tani s'ka pemë fare. Është natyrë e vjegjër. Aty ka dashur të vinë gjermanët. Karaburuni. Si kur e Strausi. Po 85-ën. E ka parë Strausi. E ka parë Strausi. Karaburuni. Okej, vim tek projekti Zvërnec Sazan. Çfarë ka ky projekt dhe bëra një pyetje unë. Flamingot kanë qenë përpara aty? E thash dhe njerë. Nuk është problemi i Flamingo. Jo, nuk është problemi, thjesht si detaj. Ajo është më tepër si shkallë. Edhe po të bësh një krahasim të protestës, u harruan fare Flamingo. Po ai mbeti si simbol ama. Ai është justifikim. Po unë them këtë. Po nuk doli koka. Koka e kujt? E protestës. E protestës. Po nuk doli. Kush e financon? Se e financojnë protestën? Po të bësh një veprim, qoftë edhe një piktur, qoftë edhe një flamur, qoftë edhe një banderol, është kosto. Nga dalin të para. Ju dini gjë kush e financon? Jo, as e kam idem fare. Dhe nuk më intereson, përdesa koha do vi, do ta tregoj dhe do dali e vërteta dhe populli shqiptar do bindet se kush është ai që nga socialist, domethënë. Si? Që nga socialist. Nuk është puna socialist. Unë kam pjesë më të madhe të familjes jashtë. Unë, familjen, vllai e ka në Amerikë. Mota në Amerikë, djali, vajza vllajt në Amerikë. Vajza e motës në Amerikë. Vajza e atëherë duhet dilin protestë. Pra, unë, jo. Ata që kanë ardhur aty nuk është diaspora reale. Po çe janë? Ata janë disa të marr. Të marr? Të marr kështu. Të marr, jo të marr në mend. Jo, të marr. Të mbledhur. Të mbledhur. Të mbledhur. Se të marr. Vinë këtu, bëj dhe pushim tani se është sezoni veror, edhe dalin aty në darkë, e ndryshuar nga ora 6 në orë 7, tani në orën 8. Mirë, është vap në orën 6 tani. Në orën 5 fare kishin filluar. Është drejtë e tyre të protestojnë. Tani vim te projekti, zoti Puleri. Domethënë, unë bëra një pyetje, ka pasur Flamingo aty se 3 herë e pyeta. Nuk është e vërtet. Ato janë fjalë që qarkullojnë. Si, ka pasur apo jo? Po ja. S'ka pasur Flamingo, Po ku ka pasur? Kur erdhën Flamingot aty? Nuk, sa herë që vidim neve Vlorë, Sazan, nuk kemi parë Flamingo. Qa thua? Bile, ato të Zvërnecit, se atëherë është bërë, si thua është menduar që të bëj një projekt usjellësi, të vite nga Vlora, deri në Triport, dhe nga Triporti të vite në Sazan. Sazan, projekt, ë? Po. Ujësillës. Ekzistonin teoria të ndryshme dhe kuptohet, Sazani nuk kishte më në nomenklaturë e Ministrisë Mbrojtjes, kaloi në varësi të divizionit, 83-84, u bë brigadë si gjithë repartet e tjera, ra interesi. Qartë. Ju s'keni parë ndonjëherë Flamingo atëherë? Po kur erdhën Flamingot? Mos më thoj që i solli Partia Socialiste Flamingot. Po jo. Ato janë më tepër si thua për të justifikuar. Po kështu shpendi i bukur është. Shiko, çdo njeri e do të bukur. Po ai që është shqiptar mendon për zhvillimin e këtij vendi, për zhvillimin e këtij kombi. Atëherë na fol diçka të lutem për projektin e Zvërnec Sazan. Me atë që ju keni parë. Projektin e Sazanit e kam parë me vëmendje edhe është një projekt i shkëlqyer. Dhe më vjen çudi që dalin disa qoftë oficera, qoftë që bëjnë deklarata, bile u çudita kur dëgjova një që diskutonte duhen 300 milion euro për të bërë rrjetin inxhinierik. Jo i dashur. Nuk është e vërtet. Sa duhen? Sot mundësitë janë që me pak lek të bëhet vërtet gjë e mirë. Për shembull, në ishkull e Sazanit që nga viti 1979 deri në 80 është punuar dhe ka qenë kabli elektrik, pra që çonte energjinë elektrike nga Vlora në Sazan. Ujor. I shtrirë në det. Po nuk dëmtohej? U dëmtua, është vjedhur. Është vjedhur? Nuk ekziston më. Qa thua? Po. Në cilin vit u vëth? Mbaroj.
Është ajo teoria, dërmoa e shkatron veten në barbar. Pra një punë e shkëlqyer që bë nga inxhinierët e ishullit Sazanit, u shkatrua. Në 91-shin u vodh? Nuk e besoj është vjedhur në 97, se deri në 94 se ka pas familja. Se kishte familja akoma? Po, deri në 94 ka pas. Po në 97 ishte ajo që shkatroi çdo gjë. Po sa kilometra ishte ai? Kabulli? Po kabulli ishte nga Triporti në Sazan. Që i bie? I bie rreth 12 kilometra. 12 kilometra. E kanë marrë ata, e kanë shitur. Për skrap. Për bak. Për bakër, ë? Po. Vlen ajo sa vlen ajo? Thjesht më jep një shifër. Tani ka një gjë që materialet që prodhonte uzina e Shkodrës ishin të shkëlqyera. Nuk janë si këto që vinë. Tani 12 kilometër kabull bakër. Sa kushton? Nuk e di tani. Po jo pak a shumë, të kemi ide. Po ma bëjtë se ka shumë vlerë kjo. Ka vlerë. Po që sa? Tani për shembull është e panevojshëm. Si është e panevojshëm? Pra arsye se unë do të mendoja për furnizimin e ishullit Sazanit. Jo, po them si vlerë unë, okej, do të pis për këtë, po si vlerë. Tani, ishulli Sazanit ka 2 kodra. Po, 2 kodra. Kanë qenë 2 bateri kundajrore. Kundajrore veriu dhe e jugut. Në qoftë se atje vendos panele bjellore të shkëlqyera, atje mbulon jo ishullin Sazanit, por të çoshtë dhe energji elektrike në Vlorë. Pra, kostua për furnizimin me energji elektrike të ishullit Sazanit është shumë. Po kjo 12 km më bëri shumë për shtypje bakër, sa vlerë, ma bëj llogari. Celulatin e ka aty. Ishte një kaq, sa diametri i tubit ishte kaq. Ua, pas ka qenë shumë i trash. Po i bie me $1 milion po një. Më shumë? Shumë tepër. Shumë tepër? Po. $5 milion? Patjetër. $5 milion është vjedhur ajo? Po. Ua, po kush e vodhi? Ua, qa thua më? Mos ekzistenca e shtetit në 97-ën ishte një katastrofë e madhe për Shqipërinë. Tani, projektin tani që keni parë, më thuaj disa detaje, sepse ju e ngritët lartë. Shiko, lidhja e poetit të Zvërnecit me ishtullin Sazanit ka dhe një gjë pozitive. Çfarë pozitive? Për arsye se do krijohet mundësia e lëvizjes Sazan-Zvërnec. Me anije këtë. Me skafe të vegjël. Po pra, me mjete detare. Krijohet një rrugë komunikimi e shkëlqyer. Që s'ka qenë. Që nuk se ne kishim shjavita anija një herë në ditë dhe kthej, tani mund të vënë me 10 skafe në ishullin Sazanit. Një anije ishte në atë kohë? Një anije. Vinte për ditë ajo? Postali ajo vente dhe vinte. Vinte mëngjes në cilën orë? Ikte në mëngjes ka ishte Sazani, kthej mbas dite. Sa bënde Vlorë Sazan? Po varej nga moti. Kishte rase bëj 1 orë gjysmë, kishte rase dhe 3 orë gjysmë. 3 orë gjysmë? Kishte rase që kur dile në Vlorë haje një drek me një shok, me një mik, dhe të dilte nga hundët, se kishte det keq. Deti keq bëndet vetën. Kishte rase që edhe 3 orë. Të dhe itke... Do të vjone si pas rrymave? Si pas rrymave, si pas... Po, dhe projekti tani, më thuaj diçka për projektet, të dyja projekte. Shiko, nuk dua ta zgjatë shumë, por unë them këtë. Po? Duke qenë se është një investim amerikan, për mua është një investim bindës. Amerikani nuk i jetë kot parat. Amerikani ka një gjë pozitive i dashurani. Po të njohës kushtetutën amerikane, Amerikani e mbron shtetasin e tij Amerikan. Dhe unë këte kam parë në 97-ën, me sytë e mi. Po? Ndjes pas kushërinë në stime, kishte e baba në Amerikë, erdi në 96-ën, u bërë muja në 97-ën, dhe ka ardhur helikopteri në Gjirokasë e ka marrë e ka shkuar Tiranë dhe nga Tirana në Amerikë. Pra e mbron shtetasin Amerikan. Po kështu, dhe investimin Amerikan. Pra, ati do bëhet një investim i qëndrueshëm, që do t'i japi zhvillim, do t'i japi emër. Të themi edhe këtë, që ka dhe xhelozi nga fqinjëtarë. Ka dhe xhelozi. Nuk e duam. Nuk e duam këtë investim. E ke fjallën për Greqinë? Po, për ishullin Sazanit. Po, Greqia është... Po, vetë kuptohet. Po, ka që shumë e dëmtojmë?
është një investim i nivelit të lartë, ku do vinë turistë të nivelit të lartë, do vinë turistë të Hollywoodit, do vinë artistë të Hollywoodit, pra do rritet shumë niveli turistik.